Salla e Pallatit të Kulturës në Tetov ishte shumë e vogël për të pranuar të gjithë të interesuarit që kishin vendosur për të qenë pjesëmarrës në koncertin jubilar të Mahmut Feratit. Që nga hiti i pavdekshëm Asanaga deri tek këngët lirike të kurbetit e patriotike, publiku nga të gjitha trojet shqiptare ishin dëshmitar të një koncerti që do të ngulitet në memorien tetovare. Nuk ishte si të mungonte as sofra tetovare. Në adresë të Mahmut Feratit mbërritën mirënjohje nga Komuna e Tetovës, Komuna e Tearcës, ansambli i këngëve dhe balleve shqiptare të Maqedonisë së Veriut, Pallati i Kulturës në Tetov. Koncerti u mbështet nga Komuna e Tetovës. I dashur Mahmut Ferati, ky është fillim kësaj idejes kur morëm të organizojmë këtë koncert jubilar. Ti e din se unë e mora shumë me entuziazëm, vetëm që ketë një ngjarje dinjitoze ashtu si vetë karriera ite. Mahmut Ferati zbuloi një sekret duke sqaruar dilemën se ku do të mbahej koncerti jubilar. Duket se në fund kishte fituar insistimi i Albi Qamilit. Asësita, jo në Prishtinë. Ti e tetovar, Komuna e Tetovës, unë dha po them prej sonte, na do ta mbështesim koncertin tuaj jubilar. Qershia mbitort ishin duetet. Bashkë në skenë me Mahmut Feratin doli edhe grupi legjendar Elita 5. Të ekzistosh dhe të funksionosh kaq vite sa Mahmuti ekziston dhe funksionon në estradën shqiptare, besoni është shumë vështirë, po ai me kualitetin dhe me specifikën e këndimit të tij ja arriti që të arrijë këtë jubilej, po unë i dëshiroj dhe jam i sigurt edhe shumë vite do na këndoj pa Mahmuti në skenën shqiptare. Një emocion të papar tek publiku solli hiti Loti Loti. Por jo vetëm kaq, dueti me Shuhrete Behlulin elektrizoi atmosferën. Pas koncertit, emocionet ishin të papërshkrueshme për Mahmut Feratin, falenderoj nga zemra publikun tetovar. Jam shumë i kënaqur që koncerti shkoi shumë bukur, shumë mirë, por krenaria ime është se u krenova me këtë publik kaq të mirë, me këtë publik mirëdashës për këngën time. I falenderoj nga zemra që sonte gjetën kohë dhe ma madhështuan këtë eveniment timin të bukur. Unë do të vazhdoj me koncerte tjera krejt, por spori ishte e bukur ime që e mbajta në venditjen time, koncertin tim të karrierës. Edhe mysafirët tjerë ishin tejmaset e emocionuar. Shuhrete Behluli nuk mund të fshehte emocionet nga ky koncert. Kemi kalu shumë mirë, ka pas qaste emocionale gjatë koncertit që i kom dje edhe unë. Me Mahmutin kemi punu shumë gjatë, vazhdoj me punu. Ndashta periuda aq e gjatë me Mahmutin që kemi punu ka qenë një mirë kuptim me zveti, një bashkëpunim i shnosh, një si koleg korrekt, edhe kështu që kjo ndoshta ka qenë arsyeja pse na kemi qenë bashkë shumë vite dhe vazhdojmë të jemi. E kom cekë edhe ma herët se një artistit i duhen edhe faktor tjerë të jetë artist komplet, jo vetëm me pas një zatë mirë edhe me ditë me knu, po me pas edhe tjera për me qenë artisti kompletun. Kështu që Mahmuti është një artist shumë i dashur, shumë i mirë për publikun, kolegë shumë i mirë. Miqt dhe kolegët e Mahmut Feratit me një zë. Mahmut Ferati e meritoi këtë koncert dhe këtë vlerësim nga publiku tetovar. Për mikun, kolegun dhe vllap Mahmutin,
çka të bëj është pak, dhe ishte kënaqësi që sonte kalum një mbrëmje të mrekullueshme, një interesim i jashtëzakonshëm për koncertin jubilar, dhe unë mendoj që sonte tetova Mahmutin e ka shpërblye me këtë pjesëmarrje dhe këtë pritje që e ka bo për atë që i ka dhënë për 50 vite pollogut gjitha trojeve shqiptare, me këngët e tij, qoftë këngë epike, këngë lirike, këngë dashnie, këngë malli, gurbeti. Prandaj Mahmuti sonte ka përmbledh atë karrierën muzikore me një koncert jubilar që ishte një mrekulli në vete, në këtë sallë të bukur sa tetov, dhe isha shumë i nderuar se sot isha pjesë e këtij koncerti. Ishte emocion i veçantë, ishte një mbrëmje për mbamendje, të them të drejtën. Edhe këtë e vërtetoi edhe publiku, sepse gjysma e publikut mbeti në këmbë. Ishte një mbrëmje për mbamendje, gjithë artistët shkëlqyje në skenë, te i mase, të gjithë. Me të vërtet ishin thuja të gjitha trejvat. Gjitha trejvat sonte kanë kënduar, sidomos Mahmuti edhe diti si ta mbaj dhe diti si ta bon këtë organizim, për çka e përgëzoj, sepse ka bon një mbrëmje fantastike, edhe ne ka me na met shumë kohë në kujtesën tonë. Jehu kënga ime, mbrëmje hoj në Tetov, kurse përshtypjet dhe përjetimet nga ky koncert do të fliten gjatë nga publiku, por edhe të gjithë të tjera që në tërësi këtë koncert do ta ndjekin përmes televizionit Koha. Faleminderit shumë, ju përshëndes të gjithë.